Fajin për hyrjen time në politike ka Vjosa Osmani, më duhet ta dhef këtë, ajo e ka fajin. Sepse nuk ose kom pas ambicje, nuk ose kom pas ndonjë preferencë të merrem me politikë drejt për drejt. Por të them të drejtën e kom pa nga afër këtë punën e konfliktit fundit me ngërçin e presidentit. Dhe unë besoj që nga të gjitha palët disi ju ka bëhe pa drejt, është keq përdore emri i saj për interesa politike nga që të gjitha palët. Gjatë kosa ka qenë presidente, ajo ka bo një punë të shkëlqyshme dhe unë kam qenë dëshmitar i shumë punëve të mira që e ka bo, që as publikin do shta nuk i din, do të merren vesh sepse historia tregon sukseset për veprimet e mëdha në të ardhmen dhe do t'i kuptojmë. Ka qenë pjesë e sulmeve politike të vazhdueshme nga opozita në atë kohë, shumicën e rasteve për çdo veprim që si presidentit i duhet ta kesh raportin institucional me qeverinë, nga që kishte ardhur nga një bashkëpunim me lëvizjen vetvendosje në zgjedhjet e fundit dhe ishte bo presidente. Ai ngjyrim e ka dëmtue, është tentue ta dëmtojnë opozita. Dhe shpesh sulmet që në bëndaj saj kom konsideruar pa drejta. Ai ka menaxhuar, s'ka pas nevojë për përkrajën time fare, as ka xhanem, sepse ajo është një politikane e zoja vetë dhe ka treguar tashmë katër cifrë.